mbrapa në kohë dhe që zerojnë gjithë veprimtarin e një majoranse në 13 vite. Nuk vendosen kollaj vite. Dhe kjo, bilem... Nuk vendosen. Unë po flasë në rast se do të kemi një lloj temi, një lloj Mos ja thuj publikut barikade, se i frikson kot. Po patjetër që duhet ja themi. Se teknikisht është të mërsi shumë e vështirë të rivendosen vizat. Shiko, e para punës jërë, për tani, unë prandaj po them. Qarë prandaj po them. Zonja Balluku ka shumë elemente të cilat duhet i kishe bërë ndryshe. Elemente që realisht dhe këto patjetër që duhet ta themi, sepse Spari nuk ka pse të mbrohet as nga partia e saj, as nga kryeministri, as nga askush tjetër. Është e vetmja e cila nuk ka dalë përballë. Po mirë, zotin e nuk e shihni të kundërtën që ajo ka besim që është e pafajshme dhe që do vazhdojë të qëndrojë detyrë edhe pas çfarë e time, se do ta shohim edhe krahun tjetër. Ta deklarojmë. Nuk kemi asnjë prononcim zyrtar të zonjës Balluku, e cila thot paktën, unë jam e pafajshme, kështu që ndaj nuk jap dorëheqje. E ka thonë këtë gjë. Tani kush është zonja Balluku që të zeroj gjithë ecurin e një majoranse, bëhet faktori i cili mund të zeroj ecurin e gjithë majoranse për 13 vite. Dhe ky është elementi nga i cili duhet nisemi. Dhe ky është një problem i cili nuk i takon vetëm një forcë, por na takon që të gjithëve. Dhe ky është element parësor mbi cilin duhet nis diskutimi. Tani qofse do merremi që a jemi në bazë të ndarjes dhe parimit të ndarjes së pushteteve apo kemi të bëjmë me emrin e zonjës Balluku në këtë rast? E para punës, mos harrojmë fakt. Në 11 maj, kjo majorancë ka marrë 83 mandate me faktin që Shqipëria në 2030 të futet në BE. Bashkimin Evropian, po. E kemi në pjesë të dytë të emisionit. Nga të cilat 10 i mori Balluku. Atere. Apo jo? Si? Nga të cilat, nga këto 30 i mori Balluku. 12. Çfarë rëndësie ka kjo? Jo. Nuk i ka marrë Balluku, i ka marrë Partia Socialiste. 12 me 4. Are kush kujton se i ka marrë X-i apo Y-i gënje veten. Le dali veç gjithkush, edhe Berisha dali veç nga ana tjetër atje dhe ta shohë se sa merr. Më pëlqen të ngacmoj kolegun e Sturit. Po marrja 12 mandateve. Tani të them një llavë? Jo, marrja 12 mandateve nuk do të thotë që je me imunitet përjetshëm dhe senatori përjetshëm. Atëre. Platori tha, kush është Balluku që të zerojë ecurinë e majorancës 13 vite? Thjesht për ta kapur të fjalë e fundit e Platorit. Platori ka këtë si një shqetësim i shumë socialistëve që janë disa, nuk po them se sa shumë janë, të cilët mendojnë që zonja Balluku nuk duhet, ose historia e zonjës Balluku nuk duhet të analizojë Partinë Socialiste, por nisen nga presupozimi, për mua i gabuar, që këto 13 vite majoranca ka bërë punë të mirë. Patjetër që po. Por e lëm për një moment të debat dhe po të duash e bëjmë vonë. Tu ka vetëm diçka në raport me atë që thanë Sture. Është në fuqi e endes, është në pushtet. Më dakord me Platon. Të them diçka për çështjen e... Okej. Atëre, për aspektin, çështja Balluku ka dy aspekte. Aspektin ligjor dhe aspektin politik. Më le të kap vetëm aspektin ligjor fillimisht për vendimin e gjykatës kushtetuese. Për mendimin tim, kryeministri ka bërë mirë që e ka çuar. E para njerë shtrohet pyetja, a kemi raste në vendet e Bashkimit Evropian ku ne synojmë të shkojmë të rastet pezullimit ministrave? A ka kodet e procedurave penale të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, edhe pse jo të integruar raste pezullime ministrash? Nuk mund të them që kam bërë një lexim shtërues. Më falë që po ndëry, nuk shkon deri aty sepse jep dorëheqjen vetëm. Edhe nuk të lënë në detyrë, kjo është çështja. Si ka mundësi të mos jepet dorëheqja për një akuzë penale? Ne duhet të shkojmë ta bëjmë normë këtë gjë. Kush ka akuzë penale,